unë Andi Kurti për insertin, u futëm drejt për drejt në temë, pra me shkatrimin e rrugëve. Çfarë po ndodh me rrugët e Shqipërisë, të cilat si në një efekt domino po bien njëra pas tjetrës, me rrëshqitje dherash, me çedime, me shkatrime urash, një katastrofë, ta quajmë natyrore. Të dhënat e sistemit meteorologjik nuk na e mbështesin këtë hipotezë, por për të kuptuar realisht përse po bien rrugët, çfarë po ndodh, është vetëm një pakujdesi njerëzore, është mungesa e studimeve gjeologjike, e projekteve të gabuara, e korrupsionit. Për të kuptuar të gjithë këtë, unë kam sonte një panel të nderuar me cilin do t'ju prezantoj menjëherë. Kam kënaqësinë të kem inxhinierin Markel Baballoku, lektor në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, mirëmbrëma dhe kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit. Kënaqësi që të kem edhe një tjetër inxhinier ndërtimi, faleminderit zotit Besnik Dervishi, drejtues i Departamentit të Infrastrukturës dhe të Transportit në Partinë Demokratike. Dhe kënaqësi të kem edhe zotin Zef Preçi, ekspert i njohur i ekonomisë. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë, fillimisht, profesor Baballoku, ju si e shikoni këtë situatë katastrofike që duket si një minë me sahat që befas shpërtheu në dorën e qeverisë? Shumë rrugë që po çedojnë të gjitha njëra pas tjetrës dhe njëkohësisht. Ju përmendet katastrofa apo fatkeqësi me ngjyrimin natyror, por në fakt... E tha qeveria sot pas dite, 7 njerëzit më të rëndësishëm të saj, drejtori i ARSH-s, edhe drejtues të tjerë të infrastrukturës. Por në këtë rast do të duhet edhe shpallja e gjendjes si jashtëzakonshme ose të fatkeqësisë, nëse është e tillë, por në pikpamje të infrastrukturës, kryesisht edhe akset kombëtare, ato kanë një periudhë të konceptuar, jetëgjatësi, që në çastin që projektohen, po themi mesatarisht 70 vjet, dhe kjo me referencë kushtin teknik të 78-s, që do të thotë kur fillojnë dhe konceptohen dhe projektohen, hamendësohen që do të përballojnë të gjitha veprimet natyrore për një periudhë, le të themi 70 vjeçare. Po ndërkohë shumica e rrugëve që janë shkatruar, Qukuq, Qaflloç, ajo rruga për Formula 1 që ra sot në Elbasan, edhe rrugë të tjera, tuneli i Murizit, ke rruga e Arbrit, janë ndërtime të reja, të sapo përfunduara, madje ndoshta ende të pa kolauduara mirë. Është e vështirë që të thuash një shkak në pikpamje teknike, këtë po duhet të them, që po themi duke i parë në televizor apo po pa kryer një analizë të mirëfillt në atë çka kush mund të jenë shkaqet. Nëse ju e vendosin në panoramë të përgjithshme, mund të nxjerrni faktor të një natyre mbas jo teknike, por në pikpamje të një vepre të caktuar, në një zonë të caktuar, do duhet të bëhet një analizë më e plot teknike për të nxjerrë faktorin drejt për drejt që ka shkaktuar, sepse kush jep një arsye të ngutur dhe në mënyrë të drejt për drejt është i prirur të gabojë, sepse nuk është kaq e lehtë shkaku inxhinierik për të zbuluar. Në këtë pikpamje është dhe e vështirë për të thënë menjëherë këto 2 ditë. Atëherë për shembull të ndalemi te kjo ura që çedoi edhe për të cilën thuhet se marrja e inerteve nga lumi, bllokimi i ujrave që rrjedhin pa ndërtuar një kanal aty, ju si e shikoni këtë pjesë që ka bllokuar gjithë juglindjen e vendit? Unë e kam ndjekur rrethana dhe i kam parë dhe elementet, skemat, pa qenë për fat keq dhe në vend që të jap dhe një opinion më të plot, por gjithsesi në përshtypjen time 3 janë faktorët, se të thuash që unë do t'i shtroja si ndër të parë dhe pastaj mund të shtohen. Bllokimi i rrugërrjedhjeve të lugjeve, për mendimin tim është një faktor që duhet mbajtur parasysh. Patjetër dhe lumi poshtë ka faktorin e vet, sepse dinamika e ndryshimit i tij mund të tërheqë, apo dhe peshat e shtuara për shkak të veprimtarisë ndërtimore që po zhvillohet aty. Kështu që të 3 këta faktorë duhen mbajtur mirë parasysh për të shkuar te shkaku bazik, po themi, ose më saktë mund të jenë edhe të 3, po pesha e tyre duhet bazuar në një analizë, që në çastin që ne nuk kemi një të dhënë mbi një raport gjeoteknik për të kuptuar pasojat e asaj shkarje, është shumë e vështirë për të ndarë se cili nga këta faktorë është mbizotrues. Në këtë sens nuk duhet ngutur nga pikpamja teknike, po pastaj opinione mund të ketë pafund dhe t'i vëmë dhe vulën pa e filluar. Zoti Dervishi, ju keni një përgjigje sepse kanë çeduar këto rrugë? Tani, siç foli dhe profesori, unë nuk mund të flas më mirë se profesori, që është dhe lektor në këtë rast, përsa i përket shkakut
që ka mbizotëruar në shumicën e shkaqeve, por unë duhet të kthehem pak më mbrapsht për të dalë tek këto shkaqet.